e mjaftueshme që të marrë pjesë të pushtetit pa e pasur të merituar, sepse kanë humbur. Dhe është partia, faktikisht partia tretë, e cila ka humbur shumë në votat e saj në zgjedhjet e fundit. Qartë, profesor. Në anën tjetër, edhe për Partinë Demokratike të Kosovës, erdhi një ftesë, ndonë se jo ashtu siç ata e kërkuan, të konkretizuar në formë tekstuale, të shkruar, e kam fjalën, një ftesë zyrtare që do i shkonte partisë. Një gjë e tillë nuk ndodhi, megjithatë pati një komunikim mes Kurtit dhe Hamzës, mirë po oferta tashmë në Tryezë ishte e ndryshme prej asaj që u ofrua LDK-s. Për PDK-n, Kurti që i gatshëm për pozitën e presidentit të jap vetëm pozitën e kryeparlamentarit, gjë të cilën ata e refuzuan, madje dhe thanë se është antikushtetuese, sepse kryeparlamentari i takon partisë që ka shumicën. Po mirë, është interpretimi i tyre, por për që ka mundësi... Është antikushtetuese, profesor? Jo, nuk është antikushtetuese në qoftë se bëhet marrëveshja politike. E kuptoj. Pra, nuk do të ishte antikushtetuese, për problemi që ndron të mos besimin mes këtyre subjekte politike, pozit-opozit. Madje edhe mos besimi i thellë edhe në mes të subjekte politike opozitare, dhe kjo është fatkeqësia jona dhe e tyre, sepse nuk po mund të bëhen bashkë të krijojnë sinergji as në zgjedhjet e kaluara, as para tyre, as pas tyre, as pas zgjedhjeve të fundit, që të bëjnë një aksion të përbashkët, unifikues, në mënyrë që për shembull kanë pasur mundësi që ta kandidojnë një kandidat të tyre, të cilin do ta trajtojnë jo politik, jo partijak, të cilin ndoshta do ta pranonte vetvendosja gjithësisht koalicioni i saj. Po ata as atë nuk e bën, se thjesht janë pikë 5, janë të çorganizuar, të çorientuar në kohën hapësirë, prandaj do duhet që thjesht t'i vënë interesat e shtetit dhe të Republikës para interesave partijake. A janë kaq të mëdha dallimet mes PDK-s dhe Lëvizjes Vetëvendosje, me qenë se për PDK-n nuk shkoi një ftesë edhe për ministri, edhe për zëvendësministrin, ashtu si shkoi për Lidhjen Demokratike të Kosovës, sepse thënë drejtën, LDK-ja ka qenë për Kurtin e kam fjalën, në bazë veprimeve të tij, më e preferuar për një marrëveshje, sepse edhe në ngërçën që kishin vitin që lan pas, ftesa pati vetëm LDK-ja. Po ka një arsye këtu, po, është rezerva më e madhe për arsye, në radhë të parë, pse me LDK-n, sepse me LDK-n kanë pasur edhe më herët bashkëpunime, edhe kanë pasur marrëveshje, një marrëveshje që ka zgjatur më muaj, por kanë pasur edhe një qeverisje, ani që ishte e shkurtër ajo dhe u ndikuan nga jashtë për t'u prishur, e nga brenda, ndërkaq që me PDK-n Vetëvendosja asnjëherë nuk i ka pasur këto. Një dhe dyta, ato kapërthimet dhe dallimet mes Vetëvendosjes dhe koalicionit saj, sidomos Vetëvendosjes dhe PDK-s janë më thella dhe janë më, do të thosha unë, më të gjata, pikpamje kohore. Prandaj, edhe elementi tretë ose faktori tretë, fuqia politike e PDK-s aktualisht, pas këtyre zgjedhjeve që ishin, me 28, atëherë është më e fuqishme. Dhe në rast se do t'i jepte pjesë edhe në ekzekutiv, do të thoshte që në radhë parë, para elektoratit të saj, Vetëvendosja do të dilte si dikush që ka bërë lëshime të cilat nuk ja ka besuar elektorati, nuk i ka thënë që të bësh marrëveshje, përkundrazi, ata kanë qenë kundër që atyre partive të vjetra dhe qeverisjeve të kaluara, dhe t'jepsh tash për shembull 3-4 ministri dhe një postë zëvendës kryeministrit, nuk ka qenë sigurisht në aspektin politik e guximshme, do thosha, pa dashur që ti anashkaloj edhe dallimet, po edhe në aspektin e fuqisë politike që ka fituar Vetëvendosja dhe besimit që e ka dhënë votuesi, e nuk i ka thënë të bëhet me atë, e cila sigurisht që do të ndikonte më shumë, edhe ndoshta do ta pengonin njëra tjetrën sepse kanë programe, ose do të mund të përbashkonin programet, të unifikonin, dhe do të mund të kenë rezerva se do të mund të pengonte kushtimisht, në thojza të them, zhvillimin dhe zbatimin e premtimeve dhe programit politik të Vetëvendosjes në qeverisje, sepse ndikimi i saj do të ishte më i madh patjetër në qeverisje eventuale po ta kishin një marrëveshje të tillë. Prandaj rezervat po edhe kanë pasur animozitete më herët, kështu sikur kanë pasur edhe me aleancën këta të Vetëvendosjes, por sidoqoftë Partia Demokratike në relacion me Lidhjen Demokratike paraqet një korpus politik
më të fuqishëm dhe sigurisht edhe më rival në relacion me vetëvendosjen. Prandaj edhe rezerva që atyre t'ju jepet po një ofertë për kryetar kuvendi, po jo edhe në qeverisje në ekzekutiv. Profesor, se